Po Bedri, ta shtymë apo ta jetojmë? Se ne kemi edhe si shprehje në fjalorin e popullit tonë, që faktikisht është një ndër treguesit e një psikologjie jo pozitive, të shprehje të tilla si po e shtymë. Nuk është tregues i mirë ky kur një popull ka shprehje të tilla po e shtymë me fjalë. Tash njerëzit nuk janë gjithë të një kategorie dhe çdo gjë varet nga koncepti i nocionit agjerim, apo varësisht se si e kuptojmë në agjerimin. Nëse kemi koncept negativ ose jo të plot të agjerimit, atëherë do të na del ajo fjala nga thellësia e zemrës se na agjerimin e shtymë, muajin e Ramazanit e shtymë. Por nëse themi se e jetojmë, kjo rezulton nga koncepti i shëndosh i agjerimit. Prandaj, agjerimi është muaj i punës, nuk është muaj i gjumit, nuk është muaj i festës, sepse festën e kemi pikërisht në ditën pasi që të përfundon muaji i Ramazanit. Kurse nga dita e parë deri në ditën e fundit e Ramazanit është muaj i punës, është muaj i punës karshi Zotit me adhurim. Është karshi njerëzimit, me bujarinë tonë. Edhe kur e përmendni fjalën bujari, nuk do të thonë vetëm bujaria në aspektin ekonomik. Bujaria në aspektin e udhëzimit, në aspektin e ideve, në aspektin e ligjerimit, gjitha aspektet për të cilat njeriu ka nevojë, njeriu duhet të jetë bujar, ashtu sikur se ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, saqë kur përshkruhet bujaria e pejgamberit alaihi salam në ditët e Ramazanit, thuhet se ka qenë më i shpejtë se sa erat që e sjell shiun. Kjo na tregon jeta praktike e pejgamberit alaihi salam, na tregon se ka qenë dinamik, dinamika e pejgamberit ka qenë maksimum, edhe ka qenë i pakrahasueshëm pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pa kjo na jep me tregu, kjo na tregon neve se muaji i Ramazanit është thjesht muaji i renovimit. Muaji i renovimit shpirtëror, muaji i renovimit mendor, psiqik, trupor dhe shumë dimenzioneve tjera. Thjesht njeriu gjatë agjerimit njeriu gjen atë për cilën ai ka nevojë. Mirë, po kjo duhet kërkohet. Për këtë duhet lexohet, për këtë duhet meditohet. Ashtu sikur se kanë thonë njeriu është sikur një fabrikë dhe gjymtyrët e trupit janë sikur se makineria e fabrikës. Dhe kjo fabrikë gjatë vitit ose ka nevojë të pastrohet. Prandaj edhe njeriu i kalon 12 muaj, prandaj jo rastësisht Allahu me urtësinë e tij ka caktuar që brenda 12 muajve të agjerohet një muaj Ramazan, dhe muaji i Ramazanit është muaji i pastrimit. Dhe kjo duhet të jetësohet, sepse bëhet fjalë për dobinë tonë. Për dobinë tonë, të cilën dobinë na do ta përjetojmë në jetën e kësaj dhunjaje fillimisht, e pastaj atë që e shpresojmë në ditën e llogarisë, që Allahu na premton një shpërblim që nuk e ka potencu. Dhe kjo është ajo që neve duhet të na befason dhe të na motivon që të jemi të palodhshëm edhe në momentin kur ndim lodhi.